dhe për folot për shumë prej tyre ka informacione që një pjesë të madhe të ardhurave e marrin pikërisht nga këto grupet kriminale që ne po i përmendim, që ndofta në ato zonat e tyre ka një reputacion të mirë, nuk i bjen në qafë njerëz, nuk i krijojnë shqetësime, nuk i krijojnë probleme. Por kanë problematikat brenda llojit të tyre. Kanë edhe një kod deri aq sa mund të jetë, ka dhe konflikte, edhe janë vrarë mes tyre aty ku janë pushu pazaret, thash, por nuk kanë dëmtuar në mënyrë masive popullatën, në mënyrë të papërgjegjshme kriminale. A mund të një lloj mafia këta? Mafia ndërtimi, siç e thon, si term? Po, kjo është, ta thash, për mua është mafia më e rrezikshme, sepse dëmton gjithë shoqërinë sot. Pra, përsëris, jo vetëm që vjet abuzon në taksat tona në ndërtimet dhe punët publike në thonjza, që po bëhen, po edhe pse është pjesë e shkatrimit të natyrës të relievit të Shqipërisë pas një kriter. Pavarësisht se ne kemi institucione sot, kemi pafund inspektoriate, problematikat mbeten të njëjta. Ka parashikim ligjore për këta, dhe ne tani po diskutojmë për këto grupe kriminale etj, ndërkohë që këto janë grupet kriminale. Dhe ky është fenomen në gjithë Ballkanin. Vazhdimisht janë përmendur drejtues shtetesh për lidhje me ndërtues me oligark, por edhe për ndonjë grup të strukturar kriminal. Por nuk është shkuar kur deri aty. Për shembull, ka patur shkrime për ndonjë president shteti, për fëmijët e tij, për lidhje me grupe të strukturuara kriminale dhe pikërisht për ato grupe që është përfolur, për ato grupe janë goditur për të treguar që shteti ban diferencë për tyre. E qartë. Faleminderit Bego. Thuaj, kush nga personazhet që kemi të hetuar, të dënuar, janë në kërkim, do ngjasonte shumë apo kishte tendenca për ndërtuar diçka si Totorina apo Matteo Messina Denaro? Kurkush. Ata përpiqen t'i ngjajnë. Absolutisht. Ja po të them një forme Totorino nuk mande kur as telefon, asgjë, kishte jetesë të thjesht, jetesë e cila lidhej kryesisht me kopshtin e tij privat, sepse fund e fundit i fshatar, bujk ishte. Dhe i kishte dëshirën e madhe për të qenë i tillë. Nuk kërkonte në një luks të madh. Në jetesën e tij ishte i frikshëm për një arsye, sepse nuk i interesonte paraja. Dhe njerëzit të cilëve nuk u intereson paraja, ruhu prej tyre se janë shumë të frikshëm. Dhe kjo është logjika. Tani, nëse mund ta lidhja, mund të thosha që po Xhavdet Rokini mund t'i afrohet në llojin e tij për një arsye, nuk mban celular, nuk përdor rrjete sociale që janë sot, nuk përdor asgjë, bën një jetesë normale, nuk ka ndonjë luks të shfrenuar që të dalë dhe ta njohin të gjithë, përkundrazi nuk e njeh njeri. Përveç ata që mund të kenë një bisedë me të, jep urdhra verbal sipas dosjes, nuk jep kur urdhra me telefona, me gjëra, me grupime, me lloj logjikës. Por prap edhe ai te grupi i vet. Pra nuk shkon më tutje se ajo që ka. Dhe por mos thënë se mund ta ndillnin për keq pastaj. Më thuaj rastin kur krimi ka vendosur që të vrasi njeriu që po heton krimin. Edhe po, do të them që po, kjo po. Ndodh. Kërkan, ta zgjedhin një polic aty, nuk është e vështirë gjesh në një polic korruptuar. E marrin, japin ca lek, e respektojnë më shumë se ç'duhet, kështu që nuk mendoj që është në një kaq wow, domethënë në logjikën e gjës. Çdo kush ka mënyrën dhe mendimin e vet, domethënë ky është mendimi im. Nuk mund të viu në asnjë pikë që Shqipëria ka njerëz që kanë bërë shumë para në drogë, absolutisht. Por ka më shumë biznesmen që kanë fituar para në Shqipëri. Fundja fundit të gjithë këta, te ai biznesi do shkojnë. Ti lutem, të bëhen të lishëm, të bëhen kështu që ku do shkojnë? Diaspora jonë kriminale ka ndikuar
në Shqipëri, në forcimin e grupeve kriminale, në shtrirjen e marrëdhënieve. Diaspora. Po them diaspora jonë kriminale, elementët, personazhet të ndryshëm që kanë emigruar jashtë Shqipërisë, kanë ndërtuar kontakte me Amerikën Latine, kanë zënë një pjesë territoreve të ndryshme në kontakte kanë vajtë në Amerikë Latine ka super prodhime, çdo kush mund të shkojë të bëjë partnership. Si e do. E ka forcuar kjo, këta personazhe kanë dhënë tani shtyse. Unë kam parë njerëz që mendojnë tani, unë kam parë njerëz që mendojnë që shqiptarët kanë Ekuadorin, shqiptarët kanë Kolumbin, Perun, Bolivin, pralla. Në Ekuador vritin 6.000 trafikant në vit droge. 6.000. Dikës të tot 6.000, vetëm trafikant. Njërë në 2 vjetë vritet dhe 1 shqiptar. Të një qash kjo pralla që mafia shqiptare Ekuadorit, shep, ku lidhet. Shkojnë më për drogë, dhe e sjellin. Disa vriten në Kolumbi. Pa aftësinë e një vendi për të sulmuar vendasit, sepse janë të korruptuar e tjerë, e lidhin se po vinë shqiptarët. Ku më këta shqiptarët? Mendon vërtet në njëri që vatën 5 shqiptarë në Kolumbi dhe tani po vendosin kush do shesi drogë nga Kolumbia apo nga Ekuadori. Kaq më janë fut në një marrëdhënie biznesi, kanë para, e blenë 1 ton, e nisin, paguajnë para, po humbi, paguajnë sërish. Sa dori kanë dhënë këta aktivitetet kriminale në Shqipëri, grupeve dhe organizatave kriminale? Nuk e kuptova pyetjen? Sa dori kanë dhënë këta personazhe që shkojnë në Kolumbi, në Ekuador, në Dubai me aktivitete kriminale, sa dori kanë dhënë krimin shqiptar? Brenda territorit tonë. Po krim shqiptar janë ata. Brenda territorit tonë, Shqipëri plas. Po këtu kanë qef ata burr, se duan me u duk. U e kupton ti. Kanë lecuar punën, ka arritur fitimin. E di që janë këta trafikantët shqiptarë në Dubai, po dalësh nuk i shef kurkun. Se janë një qazion. Ore e në vendin më të shtrenjtë të botës. Po më varfri ka 1 miliard euro. Ku ekzistojnë këta në Dubai? Çdo kush për këtyre mund të ketë 100 milion euro dhe atjet ndihet i varfër. Vjen në Shqipëri, jo me 100 milion euro. Me 100.000 euro, e shef, është rregulluar te klubi lagjes edhe rikshuse. Në vendet e varfëra mund të bësh çdo kush. Kush mendon, vriten 6.000 vriten në vit. Dishto tot 6.000 në vit, afërsisht janë 10-15 çdo ditë të vrarë në Ekuador për atë drogën. E ti thu, e vendos Shqipëria në pralla me kujdi unë nuk. Mirë po, shqiptarët e kanë fantazin të shfrenuar pa fundë. A ndikon kjo në Shqipëri, se mos duket sikur e kam në... Po absolutisht e burr, çdo lek ndikon në Shqipëri. Jo ajo që merr ai kokainë atje, po edhe njëri që është roje barje burr në fiton 6.000 pound në muaj. Roje, vetëm, fiton 6.000 pound. Unë 6.000 pound kam rrogën vjetore, aje ka mujone. Vetëm duke ndejtë roje. Po qa janë 6.000 pound, po ti shohësh kështu. Rezikon kokën ai, ti se ke kokën. Okej, unë rrezikoj më shumë se ai se po për atë punë, për llojin e vështirësisë së profesionit, po e lëmë janë këtë. Por në normale, ai ka një të ardhur 72.000 pound në vit, vetëm si roje. Po shefi ati e ka të pakën 3 fish, 210.000 pound. Po pronari mathi i 5-6 dhe ke 2 milion pound në vit. Rritje eksponenciale. Normale, për Shqipëri ato janë pa fundë, burr, blen një hotel, më. Në Shqipëri blen një hotel. Po atje je kurkushi. Dhe prandaj duan të vinë në Shqipëri që të hapen me nej xhip, me nej gjonë. Qartë, faleminderit Sokol. Bego, pyetja është e njëjtë. Sa ndikim ka pasur diaspora kriminale, po cilësoj tillë, ta personazhe që janë përfshirë në botën e krimit, trafikut drogës kryesisht, sa dori kanë dhënë krimit brenda territorit shqiptar. Në fakt, nga rastet që ne kemi hasur, rezulton që këta njerëz janë nisur posaçërisht për qëllime të tilla. Për të vendosur lidhjet, një pjesë kanë punuar jashtë në diasporë dhe duke parë që
këtë aktivitet mund ta kryenin dhe vetë, pra kanë bërë lidhje të shkurtër, siç përdoret në gjuhën popullore. Kanë shkuar vetë aty dhe e kanë bërë vetë duke qenë se çmimi, siç përfolur, është shumë herë më i lirë aty se sa këtu. Për shkak se të aqiraja rrugës. Dhe nuk është se është një punë e vështirë, kanë rënë në kontakt me persona të cilët kanë këtë aktivitet dhe janë këta persona pastaj që kanë marrë përsipër realizimin e transportit konform pagesës. Ato mjetet me të cilat bëhet transporti, forma, mënyrat, pak a shumë janë të njëjta dhe dihen të gjitha. Ekuadori ka marrë një zhvillim shumë të madh, kryesisht një port i tillë për këtë aktivitet, sepse ka edhe një pozitë të tillë dhe ka qenë më pak i përfolur, por ne duhet ta kuptojmë që ky aktivitet, pra narkotikët, është pjesë e industrisë të shtetit aty. Dhe kjo është industria e cili zhvillohet ai vend. Prandaj edhe shteti, duke patur edhe problematikat e veta, nuk bën një luftë reale dhe nuk është shumë efikas. Është një shtet që realisht ka reaguar pozitivisht në marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë kur ne kemi patur me to, ka qenë korrekt, por që lufta kundër krimit nuk është e lehtë, sepse ne kemi parë, edhe nëpërmjet medias, që pothuajse të gjitha shtetet e Amerikës Latine, nga Amerika Qendrore deri poshtë, kanë problematika për këtë fushë, pra për lëndë narkotike, kryesisht për kokainën, që është e vetmja drogë e cila kultivohet aty pakën me sa rezulton, sepse heroina kryesisht kultivohet në vende të tjera në kontinent. Dhe pra siç rezulton, është shumë e vështirë që të kryesh, bësh luftë kundër një aktiviteti fitimprurës, sepse nuk trajtohet në këtë peshë që trajtohet këtu, dhe duke qenë se është një mjet i cili ushqen, fuqizon, ndikon në ekonominë, vetë këta politikanët janë treguar pak të kujdesshëm në luftën kundër saj. Bëhet luftë, por kryesisht mundohen që të mos krijojnë pasojat e rënda, pasi është burim të ardhurash për ekonominë e tyre. Janë të punësuara, siç ndodhi këtu fenomeni më parë në vitet 2015-2016, që shkonin ato gratë aty me furgon tek jashtë quajtur plantacion dhe fillonin ato procedurat e tharjes, të shashit, peshimit, paketimit e tjera. Dhe aty kështu funksionon. Dhe shteti është tolerant deri diku në një masë të caktuar për këtë arsye, sepse gjithçka në fund fare do vërtet rreth ekonomisë. Në qartë. Mirë, ne do të kalojmë në një tjetër çështje. Është arrestuar në Dubai, në kërkim nga Interpoli, pra, autoritetet ekuadoriane kërkonin Dritan Gjikën, një shtetas shqiptar nga Shkodra, i cili për disa vite me radhë ishte përfshirë në aktivitetin e trafikut të drogës në Ekuador. Me lidhje të forta të cilat shkonin deri në nivele të larta të pushtetit, të paktën kështu thuhet, në disa dosje hetimore të autoriteteve gjyqësore ekuadoriane. Por ne do ta zhvillojmë këtë bisedë sonte në sken krimi, pra në këtë studio, për të kuptuar më thellë kush është ky shqiptar që kishte kaq lidhje të forta dhe cili ishte aktiviteti i tij. Sokol, tani, kush është Dritan Gjika? Atëre, kur kush nuk e di se në çfarë arsyesh dhe marrëdhëniesh u gjend 2 dekada më parë në Ekuador. Ama që nga ajo kohë bën pjesë në nivelet më të larta të krimit ekuadorian, por pa lidhje me Shqipërinë. Atje. Nëse do pyesje çdo shqiptar se kush është Dritan Gjika, edhe ata që janë brenda krimit organizuar në Shqipëri, kur kush nuk do ta dinte deri përpara 2-3 vjetësh, ku emri i tij po dilte si përfolur deri në nivelet më të larta të transportit të lëndëve narkotike në botë. Në botë. Sepse Ekuadori absolutisht mban peshën e tij në shitjen e lëndës narkotike në botë. E merr, nuk e prodhon vetë, merr nga Kolumbia, nga të tjerë, por është destinacioni kryesor për nisjen, duke qenë se është vendi më i korruptuar. Në të gjithë Amerikën Latine është vendi më i korruptuar.
Dhe duke qenë se është kaq i korruptuar, domethënë me policia e tjera, mund të nisësh shumë lehtë nga Ekuadori drogë drejt kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Aty ka qenë në një nivel të lartë, një prej miqve të tij në organizatën ku ai bënte pjesë dhe kishte një rol kryesor, ajo ishte e mbështetur u fut dhe në zgjedhje, mbështeti presidentin e vendit atje, ai fitoi, më pas për shkak të lidhjeve me narkotrafikun dha dorëheqjen, i vran vllajin, i vran dikën tjetër, pastaj një mishmash i madh korrupsioni dhe degenerimi i pushtetit absolut, domethënë të korrupsionit në një vend si Ekuadori. Vetëm kur sheh Ekuadorin, thuaj që po mirë Shqipëria mirë, nuk është. Dhe që të arrish, thua Shqipëria mirë, domethënë, mendosi është në krahasim me Ekuadorin. E qartë. Ato që shohim, domethënë, është se në Shqipëri mund edhe të ndodhi, po prap ka një cip. Ai ka paguar një lekët policit që ta fusi drogën, vjen një polic nga kryeqyteti për ta kontrolluar, i paguan prap lek policit që ta heqi drogën nga i kamioni sa të bëhet kontrolli. Dhe pastaj ta vendosi prap. Pra, totalisht korrupsioni gjallë në Shqipëri mund ta vjedhin, po ndodh një herë 5 vjet me ta vjedh. E vjedhin port se ashtu duhet, domethënë, nuk duhet të lëshohet, ama policët do shkojnë në burg. Se rende dhe ligj ka disi, domethënë. Nuk është se është pak më e ndjeshme. Nëse kryen një krim në Shqipëri, ti mund të ulësh dënime, të gjesh mënyra tjera, por burgun do ta bësh sido që tjetë. E kemi shpinë. Nuk ekziston. Dhe drita ngjika luan në nivelet më të larta të trafikut narkotikëve, por që asgjë nga këto nuk ka lidhje me Shqipërinë, e aq më pak historia që të ketë mafia shqiptare në Ekuador dhe e drejton ai. Të gjitha lidhjet e tij janë me organizatat më të fuqishme ekuadoriane. Pra po thua që ky individ nuk bashkëpunon me personazh shqiptar atje, ose ai tani shiko, dy shqiptar kur takohen edhe po takuan në Bahamas do ta ndihmojnë njëri tjetrin. Por që nuk formojnë një mafie njëri tjetri. Po nuk ka ndihmuar, po Dritan Recepin e të tjerë, çdo kush që ka vajtur, domethënë, e ka ndihmuar për të gjetur lidhje dhe çdo gjë tjetër që edhe ata të shesin drogë. Por në drogën që e fundit që u kap prej asaj, është në Spanjë. 4 ton. 4 ton drogë. Po, ju kap. U kapën 10 kolumbian, 15 ekuadorian, ky shqiptari dhe një kinez. Kinezi ishte ai që bënte transportin mi jep, t'i jap, etj. Tani mafia shqiptare është kjo. Ai s'ka lidhje fare me mafian shqiptar. Ai ndihmon shqiptarët atje duke qenë se ai është në nivelin më të lartë të krimit në Ekuador, absolutisht që mund t'i ndihmojë. Për shkak të origjinës. Domethënë, ne kemi diskutuar këtu që Dritan Recepin me djathtë diskutimet që janë bërë nga informacionet që kemi marrë, kemi ngritur si një personazh. Domethënë paska dhe mbi Dritan Recepin. Jo, unë kam thënë gjithmonë që Dritan Recepi është ndihmuar nga ky zotëria për shkak se ishte shqiptar dhe ndihmoi ky zotëria. Pra ky është niveli më i lartë fare domethënë në çfarë njohim ne deri tani. Vendosi ai në organizatën që bënte pjesë, vendosi kush do ishte presidenti i Ekuadorit. Por siç e lidh Maduro, edhe ata e lidhin mafia shqiptare. Po ç'mafia shqiptare me që ka një shqiptar? Mafia shqiptare mund ta quash një mafia konglomerat, një grup konglomerat që janë 9 ekuadorian, 3 kolumbian dhe një shqiptar. Si mund të jetë shqiptare? Një qartë. Tani, një personazh i tillë, si mundet të futet në një treg aq të vështirë? Ç'është tregu vështirë? Këtë nuk e di si arriti ai nivelin, si arriti nivelin kaq të lartë në Ekuador, këtë nuk e di sepse nuk e ka treguar ndonjëherë. Sepse këtu nis, domethënë, aktiviteti i tij nis me kompani. Hyn si biznesmen në Ekuador. Të paktën çfarë dim nga ato, çfarë janë ai ka krijuar, shiko, ai ka krijuar një bazë ekonomike nga droga pastaj për fenë. Ashtu si të gjithë mund ta ketë gjetë në kush. Edhe si europian dhe mund ta kenë vendosur. Ai shet banane me të. Ka i firmë të madhe bananesh që. Dhe tani merret me këtë punë. A ka qenë një javë të gjej treg karteleve në Ekuador? Nuk di ta them. Sepse unë nxitem dhe parimi im është kur nuk di një gjë, mos bëj sikur e di. Që të mos hyj dhe unë tek ajo pjesa tjetër që
tipikisht shqiptare që kur nuk e di një gjë, e jep mësim.